Hezbollahu rrepesh raketash mbi Tel Avivin. Izraeli vetëm gjysma u neutralizuan nga Iron Dome. Militantët e Hezbollahut në Liban kanë lëshuar rreth 100 raketa drejt Izraelit duke vënë në provë sistemin e mbrojtjes ajrore Iron Dome, i cili sipas burimeve të ushtrisë izraelite arriti të neutralizojë vetëm gjysmën e tyre. Sipas një burimi të forcave të mbrojtjes së Izraelit, sulmi së mërkurës ka shënuar një përshkallëzim të ri të konfliktit rajonal dhe kundërpërgjigje të Izraelit, por Izraeli përgatitet për një operacion toksor në Liban. Sulmi i Hezbollahut dhe kundërgoditet e Izraelit hapin një front të ri të luftës në linjën e mesme në kuadër të operacionit përbashkët ushtarak SBA dhe Izraelit kundër Iranit që Washingtoni e ka quajtur Operation Epic Fury. IDF nuk do të tolerojë asnjë sulm ndaj civilëve izraelit dhe do të reagojë me forcë ndaj çdo kërcënimi kundër shtetit të Izraelit, deklaroi një zëdhënës i ushtrisë. Sulmet me raketa nga Libani kanë vënë seriozisht në provë sistemin e mbrojtjes ajrore izraelite, ndërsa disa prej raketave arritën të kalojnë mbrojtjen. Ende nuk është bërë e qartë shkalla e dëmeve në territorin izraelit, ndërsa autoritetet kanë aktivizuar sirenat dhe kanë kërkuar nga qytetarët të ndjekin udhëzimet për strehime. Ndërkohë forcat ajrore të Izraelit kanë nisur sulme ndaj pozicioneve të Hezbollahut në Liban, duke goditur lëshues raketash dhe infrastrukturë ushtarake që sipas IDF ishte gati për sulme të tjera. Përshkallëzimi vjen në ditën e 12 të luftës mes Izraelit, Shtetit Bashkuar dhe Iranit, konflikt që ka përfshirë disa prej aleatëve dhe grupeve të armatosura të mbështetura nga Irani. Autoritetet izraelite parajmëron se vendi mund të përballet me sulme të tjera nga Libani, por dhe nga militantët Houthi në Yemen, të cilët deri tani nuk janë përfshirë drejt për drejt në konflikt.